Qeveria e ka tejkaluar me 3% planin e rekrutimeve në administrat, duke thyer rekord gjatë vitit që lan pas, edhe pse zakonisht shumë vende mbeten vakante, nuk ka ndodhur kështu në vitin para zgjedhjeve. Qeveria me anë të vendimit numër 528, datë 1/8/2024 për disa ndryshime në vendimin numër 62, datë 7/2/2024 të Këshillit të Ministrave për planin vjetor të pranimit për vitin 2024 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, vendosi të jenë 1187 pozicione të lira. Por ky numër jo vetëm që është plotësuar, por është tejkaluar. Sipas të dhënave të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2024, në këtë vit janë punësuar 1221 persona. Për gjatë vitit 2024 u emërua në pozicione të shërbimit civil 1221 nënpunës. Vjetre se për vitin 2024 janë rekrutuar nënpunës të rinj në administratën shtetërore nëpërmjet procedurës së pranimit në kategorinë ekzekutive, emërimeve nga lista fituese e kategorisë ekzekutive dhe emërimeve nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, gjithsej 711 nënpunës ose 58.2% e totalit e emërimeve, nga të cilët 671 ose 54.95% e të gjitha emërimeve i përkasin kategorisë ekzekutive dhe 40 ose 3.27% i përkasin kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese, thekson raporti. Por nxitimi ka edhe efektet e veta. 17 punonjës janë prekur nga ligji i dekriminalizimit. Pra janë individ të dënuar apo të dobuar nga vendet huaja. Por jo vetëm kaq, pasi shumë persona janë emëruar në shkeljet ligjit dhe kjo konfirmohet nga Komisioni për mbikëqyrjen e shërbimit civil në raportin po për vitin 2024. Rezulton se gjatë procesit mbikëqyrjes janë verifikuar 1506 pozicione të shërbimit civil, ku 190 pozicione ose 12.6% e numrit të përgjithshëm të tyre i përkasin institucioneve të pavarura dhe 1316 pozicione ose 87.4% pozicioneve të verifikuara i përkasin institucioneve të qeverisjes vendore. Nisur nga mënyra e plotësimit të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, ka rezultuar se nga 1506 pozicione të shërbimit civil të mbikëqyrura, 151 pozicione ose rreth 10% e numrit përgjithshëm janë vende të lira. 901 pozicione ose rreth 60% janë të zëna në përputhje me ligjin dhe 454 pozicione ose rreth 30% janë të zëna nga punonjës të emëruar me akte në kundërshtim me ligjin, thekson raporti. Këto janë emërime në shërbim civil, por imagjinoni se çfarë bëhet me emërimet në pozicione të thjeshta.